What the fuck? Hey guys! Ja kemi përsëri me What the Fuck Live, shoqet të preferuar. Po përpara se të nisim kemi 2 lajmërime. Të parin do ta bëj Kostiani. Qa duhet të bëjnë gjithë njerëzit? Duhet të na bëni subscribe dhe follow në gjitha rrjetet tona sociale për mos humbur asnjë nga prodhimet e Andales dhe emisionin tuaj të preferuar What the Fuck. Dhe mbi të gjitha sepse pas pak do kemi telefonate ekskluzive me Bora Zemanin për të marrë vesh a do ketë dasëm këtë verë apo jo. Si që shtek dasëm e madhe, dasëm e vogël me orkestër apo me DJ. A do marrim neve ndonjë ftesë apo jo? Shumë prisni. Kjo është e sigurt. Por ne ta nisim me lajmet e fundit sepse kemi shumë për të diskutuar sot në këtë live. Ndodhi gjëma mbrëm në ferma VIP. E kur s'ka ndodhur? Indri la live në transmetim Vanessa. La live, e hodhi tuti atë. E la. Po një veprim shumë i turpshëm përpos shakave. Unë mendoj që Indri tregoi që nuk ka Nuk ka pasur e para një nuk do ta konsideroja të turpshëm veprimin, po jo etik, sepse supozohet që ai kishte ndjenja për atë vajzë, po të turpshëm. Turp është të vendos një vajzë dhe të luash me ndjenjat e saj, sepse që kur doli Vanessa e pesa fake aktroj me ato lotë që dhe unë që s'marr vesh nga aktrimi thash qa është kjo është qesharake? Gjithsesi, unë mendoj që Indri së bashku me Vanessa, por Indri më së shumti ka luajtur si mos më keq. Pra, dhe Malbora kishte të drejtë. Bie dhe ti dakord që ishte aktrimi i dobët? Malbora kishte të drejtë kur tha që ishte aktrimi i dobët. Shumë e vakët. Malbora madje tha që Indri ka di kë? Ja. E latë nuk kuptuar, po që e di çfarë më kujtua tani? Që Ermiona Lekbello ishte ajo që dyshoi e para. Që në fillim që kur lindën ato shkëmbijat e para. Mos ke di kë? I dallon ajo këto cinema 2000 lekë. Të cinema, kujt ai riu Ermionës? Po gjithsesi, mendoj që një djalë si Indri nuk mund të pëlqejë një vajzë brenda një periudhe kaq të shkurtër siç e shpreheu pëlqimin për Klevisën. Klevisa madje ka thënë që mund të ketë diçka jashtë. Nuk i ka dhënë asnjë shkak. Po diferenca e madhe e moshës, pra dhe me Vanessa, një vajzë shumë e vogël se ai, ndërkohë vajza për të cilën ai shprehu ndjenja këtë herë akoma më e vogël se sa Vanessa. Nëse jam mbi 18 vjeç, s'kemi çfarë themi. Për mua mosha në këtë gjë është gjëja më e fundit për diskutuar. Më e pakët. Por fakti se si ky djalë Indri Shiroka, një aktor, është duke aktruar me të dyja këto vajzat. E ka profesion edhe justifikohet. Një pyetje dhe një teori që unë ngre. Mos është kukulla e produksionit dhe kjo gjë ka qenë gjithaj skenuar që në fillim që ferma këtë vit të flitet. Një person, nëse unë isha produksionit, do zgjedhja një person me më shumë potencial për të qenë kuku. Kush është aty brenda me më shumë potencial? Mozën se kontrollon dot, Ilirin se kontrollon, Shakun se kontrollon dot, Sara është si min me Sahat. Nuk i intereson publikut. E Altoni nuk është ferma VIP, është shoqëria VIP. Eduardi ka bërë një film me Indrin, janë miq, janë të dy. Pra është fiks personi i duhur për t'i dhënë indicje dhe për të treguar se si të luaj. Po për të çdo gjë tjetër, Arbana dha dhe një lajm i cili po qarkullonte më herët në media që ferma VIP do mbyllet me datë 15 qershor. Pra, në 80 ditë, 80 ditë. Unë i numërova dhe janë 80 ditë në kokë dhe dua të analizojmë bashkë të tre tani. A është kjo mbyllje e fermës para kohe vetëm për shkak të botrorit? Apo është mbyllje para kohe për shkak të rezultatit të shikueshmërisë dhe suksesit në publik të fermës? Ne kemi bërë një sondazh në rrjetet tona sociale, por përpara se të kalojmë tek rezultatet e sondazhit, mua nuk më duket sikur është mungesa e suksesit. Mendoj se vërtet që mund të jetë botrori. Sepse botrori ishte duke njohur, jo, botrori nuk është një event që ndodh tani. Duke njohur Arbana nuk do ta linte kurrë në gjysmë. Për më tepër ferma ka pasur momente virale dhe ka pasur goxha bujë. Nuk mund të themi që ka dështuar, siç ishte Bigu që nga fillimi deri në fund ishte vetëm Miri, Selin, Shtrati. Janë eliminuar të gjithë personazhet të cilët aty po krijonin situata. Nuk e më me çfarë mban. Adioni. Kush është Jonida që u largua. Pra nuk ke më personazhe të cilat mund ta mbajnë. Ke vetëm Ilirin i cili është në një cep që shan, Moza e cila vërtet ishte bërë virale, por dhe së fundmi Moza ka filluar të ofendoj. Ke dhe një Indri i cili sa herë del një vajzë dashurohet me një vajzë tjetër. Unë mendoj arsyeja është për faktin se ferma nuk ka ngjitur te shikuesit. Për një arsye të vetme. Moza ishte fenomeni i këtij edicioni, por ishte një fenomen individual, i si vetëm si individ. Është vetë ajo si
personazh dhe ajo nuk është një lojtare, nuk është një stratege. Futja e Ilirit gjasme për të vënë një kundërshtar për Mozën dështoi. Dështoi dhe shkatroi dhe imazhin e tij personal. Nuk më besuat mua atëherë që thoja duhet ta fitoj dikush tjetër dhe jo Iliri, ja ku erdhëm. Shiko, tani në sondazhin që ne kemi postuar në faqen e Instagramit të WTF Show ku duhet të na bëni follow, ne kemi bërë pyetjen pse u mbyll shpejt ferma VIP dhe 72% kanë votuar prej rënjes së audiencës dhe 28% kanë votuar prej botrorit. Pra, edhe publiku mendon që është prej rënjes. Arbana kur duart trokitën më dhan për çfarë duart trokisni tha se po gëzojni që do mbaroj apo jeni të lumtur për finalen. Nuk duket ndoshta është dhe kjo shikueshmërisë, po më nuk po duket se e bë pak krahasim me Bigun. 80 ditë nuk është po Love Island disa zjati dhe ai ka zjat më shumë duket. Love Island është zjati për gjatë muajve të verës. Mos ka të bëj dhe lloji formati që nuk. Ore nuk ngjit se është në Vision Plus mendoj. Edhe kjo, se po e shikoja një çik dje. Ndoshta është fakti që është në Vision Plus, plus është edhe lloji formati. I rritën shumë pritshmëritë dhe atë këtë do thoj. I rritën pritshmëritë, pra ne tham, është Arbana, është Eduardi bëjnë super produksione. Kamera kaq lek, kaq kështu. 40.000 euro një kamerë. E ngritën në piedestal dhe që në puntatën e parë nisën me probleme teknike. Se ta mbyllësh me 80 ditë do thot mbi 3 javë ta shkurtosh, dhe mbi 3 javë janë lek që raje kamera. Nëse që mos themi dhe mos dukemi sikur jemi nga këta haterat dhe themi që ka pasur vetëm dështime ky sezon sepse në fakt ka patur dhe sukseset e veta. Prandaj unë kam përgatitur një top 5 që me 5 momente të më kulminante të fermës VIP sipas një rendi kronologjik. Dhe e para janë Memet e Mozës, që natën e parë ajo grua goditi. Dhe më pas ishte Soni dhe Jonida. Pra një përballje shumë përfolur për shkak të shkuarës së tyre, por që ato nuk e cekën shumë brenda shtëpisë. U bë një moment viral në rrjet. Momenti i tretë ishte kur Vanessa la live të dashurin e saj. Ai ishte një moment pak i sikletshëm, por gjithsesi secili ditë i bën vetë zgjedhjet e veta në jetë. Dhe momenti i cili u përfol aq shumë ishte momenti kur Ola i tha Arbanës fjalën. You know it's real. Fjalës e themu pa Arbana i tha bini banës si sniper dhe te. Ai momenti që gjithë e dinë dhe s'po e përmendin për arsye etike dhe në vendin e 5 ishte jo më larg se mbrëm kur Indri la live u nda nga Vanessa. Kështu që ka pasur dhe e ka mbajtur publikun. Kush mendoni që do jem finalistët? Scenariot e tyre. Moza, Soni, Sara, Soni mendoj. Ose më si do të çojë Soni. Do jetë Zhaku, Moza, Iliri, po su eliminu për në Izar Zi për në gjë. Bujakën po e thonin. Elvisi dhe Soni ndoshta. Elvis po Soni. Por Mirzalla. Ata gjithë histori s'ke çati të bësh. Jo. Janë të gjithë në një tenore, më thënë s'ke. Është Moza janë 10 vende. Unë mendoj t'ja japin tani trofeun Mozës. E mendoni mos e fitoj Moza këtë edicion. Nëse unë dua të kemi dasëm këtë vit, edhe ne kemi shumë dasma këtë vit. Shumë dasma kemi këtë vit. Dasma VIP-a është dasëm kështu. Dhe dasma më e përfolur është dasma e Borës dhe Donaldit. Madje kanë dalë disa kështu komunikime jo 25, jo 30 veta. Po kemi dasma dhe nga Kida, kemi nga Klajdi Aruni. Po si Bylyku. Se ne tha ekskluzive. Jo, po i nxorra lekët, tha do martohem këtë vit. Po si nxorra vitin. Si vajte se ka bënë film gjë. Dëgjoj. Marrim njëherë. Erdhi momenti. Borën në telefon ta pyesim live. Nëse do ketë dasëm, po. Mere. Alo, Bora si kalon? Mirë, faleminderit. Unë jam Artemisa dhe të telefonoj nga Andale. Okej. Doja thjesht të pyesja nëse lajmet për dasmën na janë të vërteta apo jo, thjesht për të marrë një konfirmim nga ty. Po, besoj do i themi kur të jemi edhe në të sigurt për të thënë diçka. Gjithsesi mora thjesht për të pyetur dhe për të konfirmuar. Mirë, do ju konfirmoj unë kur të jetë për të thënë diçka. Pra s'ka asgjë të sigurt. Në rregull, Bora, shumë faleminderit. Faleminderit. Ditë të mbar. S'ka asgjë të sigurt me sa duket. S'kam prerë akoma. Unë ndjej diçka. Çfarë ndjen ti? Unë ndjej që dasën do ketë, por ata duan ta lajmërojnë në momentin që ata duan ta. Unë mendoj që ata do bëjnë diçka shumë dhe unë nuk për lajmëri. Dhe I don't blame them, nuk I fajsoj domethënë, sepse edhe unë do doja që një gjë kaq personale, kaq të bukur ta tregoja unë dhe jo në një emision show. Kush e ka marrë? Ti më ke marrë bota, po ne morëm. Po mirë, unë vjem në anën e tyre gjithmonë. Ekskluzivitetin do dontin ta kishin vetë ata dhe jo të
tjerat. Unë mendoj që do jetë një nga ceremonitë më të përfolura. E vërtet. Si momenti shpalljes, por edhe dasma, sepse duke njohur pak Donali që është artiste dhe Bora që është detajiste, shumë e kuruar, që mendoj që do jetë një nga vetat më të Dasëm e madhe apo e vogël thoni? E vogël, absolutisht. E vogël. E vogël. Kida mendoj do e bëj bukur në komo, Klajdi besoj do jetë dasëm tradicionale fix. Tradicionale, kështu. Po edhe Kida, pse edhe Kida më është bën të vogël? Nga dasma e Klajdi presim Florin. Rishfaqjen e tij. Edhe pse me shumë mundësi ata do bëjnë asgjë publike. Bëhet shumë nga ato dasma pa telefon. Unë mendoj që do ta bëj si Arbana, që Flori do t'i bëj këngë Klajdi për dasëm, si që bëri Arbanët, por ne do ta marrim me shkurr. I bëj thirrje gjithë kamarierëve, personelit, stafit të xhirojnë në gjë fshehur azinatë. Jo. Pasi do kërkojë ftesë o burr. Ftesë di që s'kam shanse unë po. Mos e bëni atë ruani vendet tuaja të punës, mos bini i pre. Po as e jugu ka punë plot, po xhironi në gjë. Absolutisht jo. Tani do kalojmë pak për te oqeani sepse është zhvilluar mbrëmjen e dieshme American Music Awards, një nga evenimentet më të rëndësishme të muzikës në Amerikë, mbledh shumë artistë dhe shumë. Duket që ti rre zemra për Dhe si rrallë herë. Von jam rritur me këtë. Dhe si rrallë herë nuk fitoj çdo çmim Taylor Swift, po kam fituar edhe. Ja dhe fan si Taylor Swift. A mund të jetë dikush që është objektiv në këtë emision në Hajde, është objektiv, jemi Artist of the Year sipas votuesve është BTS. Ore, këta ka fituar kundrejt Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin, Lady Gaga. E vlerësoj shumë talentin e këtyre djemve, por nuk mendoj që janë shumë të Artist of the Year këtë vit, unë si kam parë kërkum. Nuk e Bad Bunny zemra, Bruno Mars. Është vërtet, por BTS-at kishin rikthimin e tyre nga ushtria dhe për këtë arsye ju nuk i keni parë. Kështu që në nder kontributi që bëm për kombin e tyre. Për kombin e tyre ja për Korenë e Jugut. New Artist of the Year është këtë saj grupi gjithashtu korean, i vajzave. Album of the Year Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Këtu për këtë s'jam dakord. Do të ishte Lady Gaga Mayhem, por ju s'jeni gati për këtë bisedë. Justin Bieber Best Male Pop Artist. Shumë interesant. Unë mendoj që Justin pati shumë vrull mbas Coachellës. Po, mbas Coachella njerëzit u rikthyen në Justin Fever dhe pëlqen. Po mi sa po presim një comeback të fuqishëm. Best Female Pop Artist është Sabrina Carpenter. Okej, e merituar, po gjithsesi kush jemi ne që të themi a e meritojnë as e meritojnë derisa kanë votuar një publik, një juri për të vendosur. Ne gjithsesi e shijojmë muzikën edhe kritikojmë gjithashtu, po këto shqiptarët po bëjnë gjë. Ku ka juri që i merr përsipër këta tamë? Këta jurit me gjithë respektin edhe kur kështu ngel shefi pastaj kur bën kritika. Kur nuk jep çmimet e para. E po këtë vit thuhet që Arditi i ka ndryshuar ato mënyrat, formulat e këngës magjike dhe do votoj publiku më duket. Nuk kam më kështu me mik tani. Gjithsesi prap është këngë magjike, nuk është American Music Award. Mos flasim para koha, ju bëni subscribe, mos harroni këtu poshtë subscribe, andale alo për të mos u marrësi nga programet e verës. Vera po vjen. Dhe duhet keni parasysh që ne do shihemi të premten me një. O këtë javë çka kemi ne, ju s'e keni iden. Këtë javë kemi një super ekskluzive, kaq mund të themi, dhe është një vajzë. Për të tjerat shihemi të premten. Premten, pacim. Andale!